Ma në të kemëri me vesh me pushtet, me petkun e pushtetarit që thuhet, të shmetit, edhe mas blerimi do ma në qëndran dhuna legjitime, do ma në këj mundet me na mshele dhe studion me dasht. E bon një shumis atje, do si do. Këtë po të bindi ty që s'mundet. Ka ndodhë gjithkun... E s'mundet. Ka ndodhë në demokraci ma zhvillume se të na kushtrim, për andaj droja, rinë gjithmonë ideja nuk ka vdek. Ideja autoritarizmave, ideja e diktaturave qarkullon, lëviz, rikthehet me na të regu që demokracia është shumë e bresht, sepse njerëzit shumë ma let jetojnë në diktatura se son demokraci. Demokracia është për tiran, duhet angazhim, duhet përgjegjësi, duhet llogaridhënie, ndërka diktaturë s'ki nevoj me mendu se mendon baba. Okej. Tani në këtë pjesë fillestare unë pres nga ti Halil ti thuash urime. Po gjithqysh, do ma unë e i kumthon edhe këtu. Diktatura nuk është as në sipërfaqe. Unë e fola që ka ndodhë me demokraci ma zhvillume se jonë. Nuk fola konkretisht kur gjo. Kurse blerimi normalisht të e njoft përfaqësimin dhe në shkallë mërin, blerimi është prej ma mirëve aty, dhe ju uroj nështë edhe disa mandate, sot kënë qef, se ka matë problem, ju uroj mas pari tjetë vetja, edhe ta përfaqësoj votusin e ti në mënyrë të dinjitetshme, e jo ta përfaqësoj partin, ose ta zavendësoj që